Të nderuar këshilltar, përshëndetje. Administrata e Bashkisë në mbështetje të ligjit numër 139 fraksion 2015 për vetë qeverisjen vendore, neni 44, neni 64A të ligjit 9936 për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, neni 6265, ligji 68/2017 për financat e qeverisjes vendore, për miratimin e buxhetit të Bashkisë 2025, po japin një përmbledhje të ecurisë të zbatimit të buxhetit për 4 mujorin e parë të vitit 2025 për Bashkinë Vlorë dhe institucionet varësi. Bashkia Vlorë dhe në veçantë administrata tatimore është angazhuar që në fund të vitit 2024 dhe fillim 2025 për evidentimin e gjitha problematikeve dhe subjekteve që operojnë në buxhetin e Bashkisë Vlorë. Po ju flas pak për të ardhurat e realizuara për këtë 4 mujor. Si pas rakordimit me degën e thesarit, të ardhurat për këtë 4 mujor janë në 1000 lek, 1.343.614, një realizim prej 58.2% e të ardhurave që ne kishim llogaritur për gjithë 2025-ën. Duket premtuese faktikisht nga drejtoria urbanistikës në veçantë dhe nga drejtoria të ardhurave në Bashkinë Vlorë. Më poshtë po ju flas pak për drejtorinë e financës dhe të buxhetit. Çfarë kemi rakorduar? Ne kemi pasur si prioritet dhe kemi punuar në drejtimet e mëposhtme, sipas parimit, rikujtimin e detyrimeve të prapambetura, uljen e shpenzimeve operative të planifikuara, uljen e shpenzimeve për administratër pa prekur shpenzimet e domosdoshme. Administrata ka pasur në dispozicion për 4 mujorin fonde të çelura për përdorim nga dega e thesarit, nga të ardhurat e veta. Plani ka qenë në 1000 lek, 238.810 dhe janë përdorur 149.951, ose një realizim 62.7%. Nga granti pa kushtëzuar, plani ka qenë 553.151 në 1000 lek dhe janë përdorur 304.665, ose 55%. Nga granti specifik, 385.798 në 1000 lek dhe janë përdorur 164.350 në 1000 lek, ose 42.6%. Nga buxheti i shtetit, 1.018.591 në 1000 lek dhe janë përdorur 346.858 në 1000 lek, ose 34%. Janë kryer pagesat sipas institucioneve dhe strukturave të miratuar nga Këshilli Bashkiak për vitin ushtrimor 2025.